Përshëndetje të dashur teleshikues, por I takohemi përsëri në edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Kultura e grurit në Myzeqe po shkon drejt zhdukjes, sipas të dhënave zyrtare nga Drejtoria e Bujqësisë në Lushnjë. Për vitin 2024-2025, sipërfaqja është kurrur me rreth 2500 hektar. Sipas fermerëve, rënja e çmimit të shitjes, kostoja e lartë e prodhimit dhe mungesa e subvencioneve kanë shkaktuar këtë kurrje. Kultura e grurit, një ndër kryesoret prej dekadash në Myzeqe, po shkon drejt zhdukjes. Më rënduar situata e braktisjes së mbjelljes së grurit nga ana e fermerëve është vitet e fundit. Konkretisht për vitin bujqësor 2023-2024, në zonën e Myzeqes nga lumi Shkumbine deri në lumin Seman, sipas të dhënave zyrtare nga Drejtoria e Bujqësisë në Lushnjë, u mboll në rreth 8000 hektar. Për vitin 2024-2025, sipërfaqja është kurrur në rreth 2500 hektar. Sipas fermerëve, tre janë arsyet kryesore. E para, rënja e çmimit të shitjes, e dyta, kosto e lartë e prodhimit dhe e treta, mungesa e subvencioneve për shkaqe burokratike. Madje në zonën e Myzeqes ka dhe fermerë që prej vitesh marrin toka me qera, të cilat I kanë mbjellë me grur dhe këtë vit I kanë lënë djerr, pasi të paktën 3 vitet e fundit kanë dalë me humbje. Bujqësia po del me humbje gjithmonë. Gjithëri, po çdo vit që vjen rënje, çdo vit. Ja grur sa për vete kemi mjell. Ja, 3 dylum gruri, sa për vete. Plugimet janë shtreta. Gruni u shkon. Me i së dy kujtali. Qa bo? S'keli vërti. Grumullim s'ka, pike grumullimi s'ka. Të mbledhe misë, grur, këto. Po s'pat fshati, nuk ka qyteti. Duhet të prodhojmë ne para, që të qëmë qytetit kosa më t'ullët. Kam 10 hektar tokë, me qera. E I kam bjellë grur. Ku ka ardhë puna, kam ardhë kredi për tokën, edhe nuk e kam legojduar do të kredin, se për më zhyti toka shumë keq. Kam 3 vjetë që nuk po më japin shpërblimin e tokës atje të naftës. Këtë vit njerë nuk ma dhanë pare. Kestin e parë, kestin e dytë nuk ma dhanë. Edhe kështu që nuk e di që të bej, tokën unë e kam lëndje. Ja shikojnë komplet. Nuk e punoj do të s'kam. Me qa, unë s'po paguaj do të kredin, jo të punoj tokën. A 10 hektar si vjetë as 1 hektar? Në 10 hektar as 1 hektar nuk punoj do të. Edhe kështu që nuk pritet fare që të punoj ti. E kështu, I lutemi qeverisë të vej dorë në zemër që të kujtohet për popullin se populli ka marruar çdo gjeti. Po të llogaritish, do me thënë, nga plugimi. Plugimi është me 15 plugimi. Pastaj plehu bas. Pastaj 3 tur plehu re. Ti ke parasysh. 10 nuk dha fare. Sepse dhe bujqit si 10 e kanë ullë atë. Do me thamë tjedhin e grurit, sepse ishte çmimi shumë I lirë, I ke parasysh, edhe Zoti e ka thënë edhe më të piksur e ke parasysh se nuk rashi. Po, gruri, do me thamë, nuk ja vlen me atë çmimin e vjeçëm. Prandaj e kanë ullë edhe këta, do me thamë prodhimin e. Në këtë situatë, duhet fjala e specialistëve të bujqësisë për politikat bujqësore, ndoshta dhe mendimi I shkencëtarëve të qendrës së transferimit të teknologjive bujqësore Lushnjë për të orientuar fermerët drejt alternativave të reja, pasi me këtë ritëm, zona më bujqësore e Shqipërisë tërbufi po popullohet nga kashtat. Konkursi I gjuhës shqipe u zhvillua sot në ambientet e shkollës jo publike në nënshkruesi pavarësisë në Bisefa. Ky konkurs, I cili organizohet prej 3 vitesh, ka për qëllim ruajtjen, nxitjen dhe promovimin e gjuhës sonë të bukur shqipe ndër breza. Në një aktivitet që I paraprin 7 marsit ditës së mësuesit, me plot emocione dhe konkurrencë të fortë, u zhvillua konkursi gjuhës shqipe, që mblodhi së bashku nxënës e mësues në ambientet e shkollës jo publike në nënshkruesi pavarësisë në Bisefa, konkursi I cili organizohet prej 3 vitesh. Në fazën e parë të konkursit që zhvillohet mes nxënësve të shkollës 9-vjeçare, përzgjidhen nxënësit të cilët e zotërojnë më mirë gjuhën shqipe. Më pas këta nxënës do të formojnë ekipin konkurrues që do të konkurrojë me shkollat e tjera të bashkisë Lushnjë. Tha në hapjen e konkursit, mësuesja e lëndës së gjuhës shqipe, Elsa Baka. Sot, bazuar në udhëzuesin për zhvillimin e konkursit kombëtar të gjuhës shqipe për vitin 2025, në shkollën nënshkruesi pavarësisë në Bisefa, u zhvillua faza e parë e këtij konkursi me temë gjuha shqipe dhe komunikimi qytetar në epokën digjitale. Qëllimi I këtij konkursi në fazën e parë është që të bëhet përzgjedhja e nxënësve, përzgjedhja e ekipit përfaqësues të shkollës,
bazuar në aftësitë dhe talentet që ata shfaqin gjatë procesit të konkursit. Me mbylljen e kësaj faze, bëjmë gati ekipin tonë përfaqësues për shkollën nënshkruese së pavarësisë në fazën e dytë, e cila do të zhvillohet në mes 4 shkollash. Uroj që mundi dhe puna e nxënësve tanë të vlerësohet ashtu siç ata e meritojnë. Gjatë procesit, nxënësit u vlerësuan nga një juri profesioniste që përfshinte mësues të lëndës dhe drejtorinë e shkollës. Konkursi gjuhës shqipe, që po kthehet në një traditë të përvitshme, ka synim ruajtjen, nxitjen dhe promovimin e gjuhës sonë të bukur shqipe ndër breza. Kreshma e madhe është periudha më e rëndësishme e reflektimit shpirtëror dhe përgatitjes për Pashkët në kalendarin ortodoks. Këtë vit ajo fillon të hënën më 3 mars dhe do të zgjasë për 40 ditë. Kreshma e madhe është periudha më e rëndësishme e reflektimit shpirtëror dhe përgatitjes për Pashkët në kalendarin ortodoks. Këtë vit ajo filloi të hënën më 3 mars dhe do të zgjatë për 40 ditë, duke përfunduar të premten më 11 prill. Kreshma nuk është vetëm një periudhë kufizimit të ushqimeve, por një kohë e pastrimit shpirtëror dhe përkushtimit ndaj Zotit. Kreshmimi ka të bëjë me të sjellurin, ka të bëjë me marrëdhëniet midis njëri tjetrit dhe në shoqëri. Shkuptim do të kishte nëse ne mohojmë disa ushqime brenda ditës dhe të kemi probleme të tjera me komshiun, të kemi grindje, të kemi urrëtie brenda shpirtit. Atëherë kjo nuk vlen. Nuk është problemi se çfarë ham. Problemi është çfarë ne do të reflektojmë në shoqërinë tonë. Respektimi i rregullave të agjërimit ndihmon besimtarët të përqendrohen në përkushtimin ndaj Zotit dhe të thellojnë lidhjen e tyre me besimin, thot Atgori duke treguar dhe ushqimet që konsumohen gjatë kreshmës. Është një rrugëtim maraton kjo periudhë 40 ditore. Ashtu si edhe ai që bën maratonën duhet këtë bërë stërvitjet parakoshme që të arrijë në finish. Kështu edhe ne startojmë me kreshmë ditët e para, fillimisht heqim çfarë është me gjak, mishrat, pastaj kalojmë heqim edhe bulmetat edhe vezën dhe kalojmë në ushqimet e tjera. Sot nuk është e vështirë që një besimtar të marrë kreshëm, sepse në çdo stin ne i kemi të gjitha frutat e perimet që janë lejushme. Njëkohësisht lejon edhe frutat e detit që të konsumohen. Kemi ditë të veçanta që mund të konsumohet peshk edhe verë, këto janë të rralla, domethënë janë për festat hyjlindësore, siç është data 25 marsi, të cilët lejohet. Lejohet dita e dafinave, një javë para Pashkëve, lejohet të konsumohet peshk edhe verë. Gjithashtu ai thekson rëndësinë e dhurimit personave në nevojë, pasi kështu afrohemi me njëri tjetrin nga ana shpirtërore, por jo të gjithë mund të ndjekin kreshmën, thot ati. Kreshmimi është që neve edhe të dhurojmë. Të jemi sa më afër atyre që kanë nevojë, të jemi sa më pranë atyre që vuajnë, që e kanë të përditshme këtë. Pra, qëllimi është që ne të afrohemi me njëri tjetrin duke dhënë edhe duke marrë të mirat materiale, por edhe të mirat shpirtërore. Jo të gjithë janë të detyruar të zbatojnë, sepse do të marrin parasysh edhe gjendjen fizike të personave të veçantë. Në rast se jemi në periudhë kreshmim, një nën me fëmijë të vogël nuk mundet të futet në një kreshmim drastik, sepse do të ushqejë edhe fëmijën. Një person i smur ose i moshuar nuk mundet të futet në kreshmim, sepse do të zbatojë rregullat të cilat përcakton mjekësia. Kreshma e madhe është një udhëtim shpirtëror që zgjat 40 ditë, i ndjekur nga java e shenjtë që çon në festimin madhështor të Pashkëve më 20 prill. Refuzimi i kryeministrit Albin Kurti për të dëshmuar në prokurori solli reagimin e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Refuzimi për të dëshmuar cënon besimin te drejtësia, theksojnë amerikanët. Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, pas refuzimit të kryeministrit Albin Kurti për të dëshmuar në prokurori, ka reaguar duke theksuar se çfarë do veprimi që pengon ose cënon proceset gjyqësore duhet të dënohet pa mëdyshje, me që kërcënon parimet e llogaridhënies dhe transparencës.
Sipas Odës amerikane, respektimi i kornizës ligjore është parakusht themelor për qeverisjen e mirë dhe zhvillimin ekonomik. Kodi penal përforcon pasojat ligjore të pengimit të drejtësisë dhe keqpërdorimit të autoritetit zyrtar. Çdo akt që pengon ose prish proceset gjyqësore duhet të dënohet pa mëdyshje, pasi kërcënon vetë parimet e llogaridhënies dhe transparencës, thuhet në reagimin e Odës amerikane. Mëtej në reagim thuhet se refuzimi i çdo individi, pavarësisht nga pozicioni për të përmbushur urdhrat e gjykatës dhe procedurat ligjore, minon besimin e publikut në qeverisje dhe gërryen themelet demokratike të Kosovës. Çfarëdo pengimi i drejtësisë, duke përfshirë ndërhyrje në hetime apo mos respektimin e obligimeve ligjore, përbën shkelje serioze të ligjit, si të dobëson integritetin e institucioneve të Kosovës, shkruhet në reagim. Oda amerikane ka theksuar po ashtu se mund të ndikojë në tërheqjen e investitorëve ndërkombëtar. Në lidhje me hetimet e prokurorisë speciale rreth abuzimit të mundshëm të autoritetit në rastin e rezervave shtetërore, Oda amerikane u bën thirrje të gjithë liderëve politik dhe institucional që të respektojnë plotësisht procesin ligjor dhe të bashkëpunojnë me autoritetet gjyqësore. Trump pezulloi ndihmat amerikane për Ukrainën. Ushtria ukrainase do paralizohet brenda 3 muajsh, thon analistët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dërguan $21 miliard që prej nisjes së luftës. Në fjalimin prej 1 ore 40 minuta drejtuar Kongresit Amerikan në mbrëmjen e të martës, Trump tha se po punon pa u lodhur për t'i dhënë fund konfliktit brutal në Ukrainë. Miliona Ukrainas dhe Rus janë vrarë ose plagosur pa nevojë në këtë konflikt të tmerrshëm dhe brutal që nuk ka fund, thot ai. Ai tha se presidenti i Ukrainas, Zelenski, më herët gjatë ditës i ka dërguar një letër ku thuhet se Kievi është gati të ulet në tryezën e negociatave sa më shpejt të jetë e mundur. Sipas Trump, Zelenski ka thënë se ekipi i tij është gati të punojë në udhëheqjen e fortë të presidentit Trump për të arritur një paqe të qëndrueshme. Trump shton se në letër Zelenski shkruan se ai vërtet vlerëson sa shumë ka bërë Amerika për të ndihmuar Ukrainën të ruajë sovranitetin dhe pavarësinë e saj. Ukraina është gati të nënshkruajë atë në çdo moment që është i përshtatshëm për ju, pretendon Trump, se thuhet në letrën e Zelenskit. Gjithashtu, presidenti Donald Trump mbrojti tarifat e reja ndaj partnerëve tregtar të Shteteve të Bashkuara dhe u zotua për shtimin e tyre. Vendet e tjera kanë përdorur tarifa kundër nesh për dekada dhe tani është radha jon, tha presidenti, në fjalimin e tij të parë para ligjvënësve amerikan që nga marrja e mandatit të dytë. Fjalimi i presidentit vjen ndërsa Shtetet e Bashkuara vendosën tarifa prej 25% për eksportet nga Kanadaja dhe Meksika, dy partnerët e saj më të mëdhenj tregtar. Washingtoni dyfishoi po ashtu një tarifë të mëparshme prej 10% për importet kineze. Kina renditet e treta për shkëmbimet tregtare me Shtetet e Bashkuara. Tregjet e aksioneve në Shtetet e Bashkuara shënuan rënje të konsiderueshme, ndërsa të tre vendet kanë thënë se do të hakmerren, duke ngritur shqetësime për një luftë më të gjerë tregtare. Ky është edicioni i lajmeve për sot. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.